Përshëndetje, sot kam menduar që të bëj një byrek në një formë tjetër, në formë trekëndshme, ashtu sikurse e gjejmë edhe nëpër dyqane. Ky lloj byreku është mjaft i përshtatshëm për të marrë me vete, ndoshta për mëngjeset e fëmijëve tuaj ose tuajën, dhe mjaft i lehtë për të bërë. Mënyra e shtimit është e ndryshme, por nuk do ndryshoj shumë në tërësi nga byreku i zakonshëm. Tani për bërë një byreku të tillë, i cili do të mjaftoj për rreth 4 persona, për një familje me 4 persona, do na duhet brumi, i cili paraprakisht është zënë me një lugë vaj dhe pak krip dhe ujë, rreth gjysmë kilogram miell. Unë e kam zënë këtu brumin dhe e kam darë në kuleç të vegjël, më janë bërë 15 kuleç dhe pastaj e kam mbuluar me një pecet të pastër kuzhine për të qëndruar rreth 10 deri në 15 minuta. Tani për të qëndruar brumi është e rëndësishme sepse në këtë mënyrë brumi bëhet më shpejt, pra hollohet më kollaj. Por tani se sa duhet për ta lënë, kjo varet në varësi asaj se si e kemi zënë brumin. Nëse brumi është zënë i fortë, atëherë duhet lënë më shumë. Nëse e kemi zënë brumin të butë, domethënë më tepër elastik, e lëm pak më pak. Domethënë 10 minuta që e kam lënë unë ka qenë mjaftueshëm. Nëse do të ishte i zënë i fortë, do ta kisha lënë 20 deri në 30 minuta të qëndronte në mënyrë të thjeshtë që të bëj më i butë, më elastik. Na duhet një seshte për të hapur petët. Na duhet vaj. Unë kam marrë gati gjysmë gote vaj, por do ta shikojmë që se nuk mjafton, por ajo duhet jetë mjaftueshëm. Dhe kemi zënë edhe masën mbushëse. Unë e kam bërë me gjizë të rrafur me vezë dhe e kam shtuar djath. Dhe pak krip natyrisht. Kjo është e gjithë. Mbushja, një seshtja për hapjen e petëve, vaj, i cili do të na nevojitet gjatë kohës që do të bëjmë petët, dhe brumi. Mënyrën e përgatitjes së brumit të byrekut mund ta gjeni edhe në video që unë paraprakisht e kam hedhur në YouTube, edhe e cila tregon hapasapi se si do të veprojmë për përgatitjen e brumit të byrekut. Mirë, pra, le të vazhdojmë tani me mënyrën e bërjes së petëve. Le të fillojmë atëherë duke marrë në fillim 3 nga kuleçet që kemi zënë më përpara dhe siç e thash, kanë qëndruar për të bërë më elastik dhe siç e shikojmë brumi është bërë më elastik. Do fillojmë t'i hapim me një seshtet dhe do t'i japim pastaj formën petës në mënyrë të tillë që të formohen byrekët në formë trekëndshme. Do t'i spërkasim me një seshtet. Një seshtea shërben për t'i mbajtur dhe petët të shkrifta, por edhe për të hapur petën. Disa njerëz preferojnë miellin për të hapur petët. Unë nuk e kam përdorur në mënyrën e hapjes së petëve. Jo vetëm të petëve të byrekut, por edhe të petëve të baklavas, pra të çdo lloj pete. Përsëri do t'i vendosim në seshtet, në mënyrë të që mos na ngjiten. Do vazhdojmë t'i hapim. Nuk është shumë e vështirë. Kërkon praktik, si çdo gjë tjetër, por nuk është e pamundur ose dhe natyrisht që duke i bërë petët vetë, do të shikoni që do të ndryshoj edhe shija e byrekut tuaj në dallim me atë të petëve të gatshme. Përveç se kjo është më ekonomike natyrisht, por ka edhe më tepër shije. Me byreku del më i butë. Unë do përpiqem që t'i hap kuleçet, së mos anët e brumit, që të më formoj dhe një petë e një trashme.
guzhine. Pjesat që janë hapur janë shumë okej. Pra, nëse masi me pëllëm është më shumë se sa një pëllëm. Unë do t'i ndaj petet nga njëra tjetra. Do t'i spërkas me pak vaj, jo me shumë vaj. Dhe nisë shtërë bashkë me vajnë që i vendoset midis petëve, do ndihmojnë në hapjen e petëve dhe kur të piqen. Pra kur piqen këto do të ndahen me njëra tjetra dhe do të shohim jo një petë siç do na krijohet në fillim, por disa petë në byrekun tonë. Pra do na formojmë në këtë mënyrë një byrek i shkrifët. Mundojmë t'i japim anët pothuajse në të njëjtën masi. E do vazhdojmë t'i hapim përsëri. Me pak nisë shtep. Duke se do përdoret shumë nisë shtep, dhe shikoni që më aq nisë shtep sa kam marrë unë në pjatën time, në tasin time, do të mjaftoj për bërjen e byrekut. Tani do mundojmë ta hap këtë si një petë vetme dhe sa më të vogël. Marrë 3 kuleq, i kemi hapur në 3 petë vogla, i kemi spërkatur midis me pak vaj dhe duke shoqëruar me nisë shten. Vazhdimisht e spërkasim petën edhe tavolinën e punës me nisë shten. Dhe përpiqemi ta hapim petën të madhe. Në momentin që ju vendosni petën në këtë oklajin, mundoheni ta tërhiqni pak fare dhe kjo pastaj do të bëjë të mundur që peta të hapet. Kur e shikoni që peta fillon të ngjitet, atëherë spërkasim pak tavolinën me tavolinën e punës, spërkasim me pak nisë shten. Dhe vazhdojmë. Nisë shtja e mban ato të shkripët. Dhe nuk e lë që anët e petës të ngjiten. Kjo na ndihmon në hapjen e petëve. Peta është pothuajse gati. Dhe tani do ta presim në mënyrë të tillë që t'i japim formën e byrekut trekëndësh. Me ndihmën e pikës do të përpiqemi të bëjmë shirita në petë. Dhe këto shirita pastaj do formojnë një trekëndësh, një byrek në formë trekëndshi. Tani këtu po doli shiriti i vogël dhe unë nuk kam mundësi ta bëj byrek. Nëse është e mundur t'i hapni petët, hapeni. Në të kundërt, tek peta e mezit që është pak sa më e hollë, mund ta vendosim dhe të bëjmë bashkë me të një byrek të vogël. Unë do t'i spërkat pak këto shiritat e petëve. Nëse keni merak si ju del një byrek pak më i trash, mund mos e përdorni. Por nuk ka pse t'i iki dëm. Tani vendosim edhe masën e mbushjes. Me sy, kuptohet, byrekët do jenë të vegjël, nuk do jenë shumë të mëdhenj, prandaj edhe mbushja nuk duhet ta t'i kaloj masën, se në të kundërt na del jashtë petëve. Pra, siç e shikoni, mundohem tani që t'jap formën e trekëndshit kësaj, duke e zgjatur pak më tepër se ç'duhet. Dhe ja, ku formua një formë. Mbase kjo nuk do t'ishte forma perfekte, sepse anët janë të vështira për të formuar një formë perfekte. Megjithatë, nuk na duhet kjo forma perfekte, na duhet na krijohet
Një byrek I kënaqshëm. Pastaj pjesët kryesore, siç janë këto shiritat e rregullt, formojnë edhe byrek në formë më të rregullt, siç e shikoni. Aty ku nuk është formuar, mund të përdorni pak fantazinë dhe t'i rregulloni petët më mirë. Pra, ja kjo do t'ishte byreku. Nuk do të ngjitet, gjithsesi nuk është keq. Ose ka dhe një mënyrë tjetër, në fund fare, kur arrim tek fundi, e presim, kjo është më thjesht. Pra, arritëm deri në fund, nuk kemi mundësi që ta rregullojmë pjesën anësore, atëherë e presim. Dhe po na doli një trekëndesh perfekt, si shikoni. Pra, edhe forma, masa e gjellës vendosur në të është normale. E vazhdojmë me tjetrin. Pra, në këtë mënyrë, duke formuar trekëndsha të vegjël brenda shiritit të petës që formuam në fillim, ne kemi, do thonë ju kur ta vendosim këtë, vendosim në petën tjetër, kur të bëjmë brumin tjetër, ta përdorim tek peta tjetër, meqense harruam ta përdorim kësaj radhe. Dhe në këtë mënyrë mund ta shikoni dhe më mirë, në të dy anët është formuar një trekëndsh I rregullt. Thash petët ose shiritat e rregullt dhe ato që janë më në qendër formojnë trekëndsha më të rregullt. Kurse anësorët, nga që nuk kanë formën e një shiriti të drejtë, normalisht do formojnë një trekëndësh jo aq të rregullt. Atëherë unë kam hapur petën e dytë në të njëjtën mënyrë me 3 kuleç. Në fillim I kemi hapur të vogla, pastaj I kemi bashkuar me pak vaj dhe 27 dhe me 3 kuleç kemi bërë një petë të vetme. Si shikoni, kjo është hapur mjaftueshëm tani, më tepër se sa peta e parë, dhe është gati për të bërë byrekun. Pra për ta ndarë në pjesë dhe për të formuar byrek të trekënd. Gjysma ta mas me këtë është më tepër se sa gjysma e oklajut. Tani unë do ta ndaj, si thash, është pjesa më e mirë besoj. Do ta ndaj dhe pres me thik në formë shiritesh dhe do të vazhdoj mbushjen. Në mënyrë të tillë që formoj trekëndshat e byrekut. Tani, nëse shiritat I bëjmë të hollë, siç e bëra këtë shiritin këtu, do dalë një trekëndsh më I vogël. Nëse shiritat bëhen më të trashë, deri një trekëndsh më I madh. Anësorët gjithmonë janë pak më të vegjël, sepse duam s'duam, I kemi dhënë formën e rumbullakët petës, prandaj edhe anësorët janë më të vogla. I vëmë pak mbushje, meqense është pak më e vogël. Ndërsa shiritave që I kemi në qendër, do t'i vëmë pak më tepër mbushje. Mundojmë të kap edhe pak djath, që e kam blënë në formë, janë copa më të mëdha të djathit. Edhe pak vaj. Po. Do ta shoqërojmë edhe me pak vaj këtë shiritin në mënyrë të tillë që mos na ngjitet. Jo shumë vaj. Kështu do të formojmë trekëndshat e byrekut. Tash trekëndshi I parë del pak më jo I rregullt dhe I vogël. Të tjerë do na dalin më mirë në formë të rregullt. E shtyp pak në mënyrë të tillë që dhe mbushja të përhapet. Dhe si thash në fund, nëse e keni të vështirë, mund ta prisni këtë pjesën e fundit. Nëse jo, vazhdoni në të njëjtën mënyrë. Ja. Pra, formojmë trekëndsha në anë të kundërt. Dhe në këtë mënyrë kemi bërë dhe trekëndshin, byrekun trekëndsh tjetër. Ja ku është edhe. Pak ngjeshim me dorë të përhapim mbushjen. Tash nëse nuk ju dalë në formë perfekte, mund edhe t'i prisni fundet dhe t'i vendosni pjesën e mbetur
tek trekëndshi tjetër tek, domethënë byreku tjetër si për shembull ky më prite. Unë nuk po e pres. Unë kam marrë tepsin tjetër. Tani tavën e kam lyer me vaj. Paraprakisht sepse pa vaj këto do të na ngjiten. Dhe pasi e kemi lyer me vaj, vendosim trekëndshat e byrekut. Kjo është edhe tava që do të shërbej për pjekjen e tyre. Është tava e dytë, pra me gjysmë kilogram miell, ne do të xhirrim 2 tava byreku. Haruar byrekët i kemi lyer pak me vaj në sipërfaqen e tyre dhe i kemi vendosur copa të vogla gjalpi, thjesht për t'i mbajtur paksa të butë. Nuk janë copa shumë të mëdha. Dhe pasi kemi parangror sopën për rreth 5 minuta në 220 gradë, do të fillojmë të pjekim, do të vazhdojmë me pjekjen. Kështu pra, vendosim në qendër në 220 gradë dhe vazhdojmë pjekjen. Pra, kanë kaluar 15 minuta dhe siç e shikoni, kanë filluar të zmadhohen në volum, pak se të fryhen, dhe kjo tregon që po piqen. Do t'i lëmë edhe për rreth 5 minuta dhe do t'jenë gati. Atëherë e kemi pjekur byrekun për rreth 20-25 minuta derisa ka marrë këtë ngjyrën e artë, jo vetëm sipër, por edhe poshtë. Dhe tani kemi vendosur në këtë pjatë, gati për të shërbyer. Për ta parë se si janë bërë brenda, unë po e hap, si shikoni këto janë pjekur shumë mirë, kanë këtë jo vetëm ngjyrën, por njëkohësisht edhe pjekja brenda është ka mbaruar në mënyrë perfekte dhe janë bërë gati për të ngrënë. Pra kjo ishte me pak fjalë se si të bëjmë byrek të shijshëm në shtëpi në kushtet e çdo kuzhine dhe të kënaqshme për çdo njeri pa që nevoja të shkojmë t'i blejmë në dyqan. Shpresoj t'ju pëlqejnë, shihemi në videot e tjera. Ju faleminderit.